E di që herët avon, një ditë apo një tjetër, mbase disa herë brenda një dite, të gjithë ne tundohemi. Bibla flet shumë për tundimin. Tundimi nuk është fundi i historisë, por është momenti i zgjedhjes. Asnjë tundim nuk ju ka zënë përveç atij që u ndodh njerëzve, por Zoti është besnik dhe nuk do të lejojë që të tundoheni përtej fuqisë tuaj, por bashkë me tundimin do t'ju jap edhe rrugdaljen që të mund ta përballoni, thot apostulli Paul tek letra e parë drejtuar Korintësve. Është një varg i cili prezanton një nga premtimet më të fuqishme për jetën tonë të përditshme, sepse nuk flet për një botë pa tundim, por për një Zot i cili është mbi tundimet. Edhe tundimet nuk vijnë nga Zoti, por vijnë nga lakmia jon, vijnë nga djalli dhe vijnë nga gjithçka që ne dëshirojmë të kemi mbi të tjerët. Tregohet një histori. Historia që na vjen nga lufta e dytë botërore mbi një të burgosur në një kamp përqendrimi, i cili përballet çdo ditë me tundimin për t'i vjedhur bukën shokut të tij për të mbijetuar. Uria ishte e pamëshirshme. Kështu një natë, ai kishte mundësinë perfekte, askush nuk do ta shikonte, por u ndal. Më vonë ai tha: "Uria ishte reale, por më e fortë ishte zëri brenda meje që më thoshte: ti je më shumë se sa instinkti yt." Nuk e dinte atëherë, por jetonte pikërisht këtë varg. Tundimi ishte aty, por bashkë me tundimin ishte edhe rrugdalja. Çfarë është tundimi, miqtë mi? Tundimi është nxitja e brendshme ose e jashtme që e shtyn njeriu të zgjedhë të keqen, duke e paraqitur atë si të mirë ose të dëshirueshme, ose duke justifikuar. Më lejoni të ndaj për ju 3 të vërteta të rëndësishme. E para, tundimi është universal. Bibla thotë që nuk ju ka zënë përveç atij që u ndodh të gjithë njerëzve. Pra, ndonjëherë mendojmë, askush nuk po kalon atë që po kaloj unë. Askush nuk ma di hallin. Por kjo është një nga gënjeshtrat më të mëdha të tundimit. Të izoloj. Tundimi yt mund të jetë krenari, lakmi, epsh, frikë, dëshpërim. Por Bibla thot, kjo është përvojë njerëzore. Ti nuk je i vetëm në këtë betejë. Së dyti, Zoti është besnik. Ai nuk do të lejojë që tundimi me cilin ti përballesh të te kalojë forcën tënde të zgjedhjes për të mos u rrëzuar në tundim. Pra, kjo është një pikë qendrore. Nuk është forca jote që garanton fitoren, por besnikëria e Zotit. Kjo do thotë, çdo tundim ka një kufi. Çdo betejë mund të marrë mbështetje dhe ndihmë hyjnore. Çdo situatë është një situatë nën sovranitetin e Zotit. Asgjë nuk del jashtë dorës dhe sovranitetit të Zotit. Asgjë nuk ndodh pa lejen e Tij. Së treti, gjithmonë ka një rrugdalje. Kjo është pjesa më praktike. Rrugdalja nuk është gjithmonë dramatike. Shpesh është një mendim që të ndalon, një varg nga Bibla që të kujtohet, mbase një telefonat që ti nuk e bën, një hap që zgjedh të mos e marrësh. Pra rrugdalja është gjithnjë një moment vendimi. Tundimi të thot, hyr. Zoti thot, miku im ka një derë tjetër, mos hyr atje. Ndaj miq, sot dua t'ju lë me 3 pyetje që janë personale. Pyetja e parë, cili është tundimi yt i përsëritur? Pra ai që tek ty kthehet në mënyrë të vazhdueshme. Pyetja e dytë, ku e ke injoruar rrugdaljen që Zoti të ka dhënë, sepse shpesh ne e shohim rrugdaljen por nuk e zgjedhim. Pyetja e tretë, a beson realisht që Zoti është besnik në këtë situatë? Vendimi yt sot nuk është thjesht moral, sepse çdo tundim mbart një pyetje. A i beson Zotit apo vetes tënde? Ndaj miq, me të gjitha këto të vërteta, dëshiroj t'ju lë me një nga mësimet e mëdha të Krishtit që vjen nga lutja e Zotit. Si na mëson Krishti të lutemi? Mos lejo që të bijem në tundim, por na çliro nga i ligu. Gjithnjë Zoti do të jetë pranë jush, ai do t'japi ndihmën dhe mbështetjen në çdo kohë nevoje. Ndaj mos e kufizoni fuqinë e Zotit. Edhe në momentet kur përballeni me tundimin sado i rënd të jetë.
Le t'i lutemi Zotit së bashku. Atë qiellor, të falenderoj që nuk na ke lënë vetëm në betejat tona të brendshme. Faleminderit që ti je besnik dhe kur ne jemi të dobët, na jep sy për të parë rrugdaljen dhe forcë që ta zgjedhim atë. Në momentet e tundimit, na kujto kush jemi në ty. Jo sklevër të dëshirave, por bi në Krishtin. Na jep rrugdalje, udhëheqje, drejtim dhe forcë karakteri, që ndërsa përballemi me tundimin, të mos i jepemi, mos dorëzohemi, por të dorëzohemi fjalës tënde, besnikërisë tënde dhe një dashuri më të lartë. Dashurinë për ty dhe për të bërë vullnetin tënd. Bekoj burra dhe gratë që janë duke ndjekur tani, të gjithë ne, të cilët në momentet saktuara tundohemi, na jep forcë dhe qëndrueshmëri që të qëndrojmë me ty. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen dhe amen. Miq, shpresoj që ishte bekim për ju. Ky meditim lidhur me tundimin. Kujtoni gjithnjë. Në momentin kur tundoheni, Zoti ju jep gjithashtu dhe forcën që të dilni matan, pa urrëzuar, duke ruajtur integritetin tuaj moral, zemrën tuaj të pastër, dashurinë tuaj të panjollë për Zotin dhe fjalën e tij, për martesën, për familjen, për fëmijët, për njerëzit që ka vendosur pranë jush. Miq të dashur, bekimet e Zotit me gjithë ju. Pres ju takoj nesër, e nëse ky meditim i sotëm ishte bekim për ju, ndajeni me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Miru takofshim nesër.